Organizata jo qeveritare Nisma 68 me rastin e 1 vjetorit të vajtjes në amshim të adhetarit dhe intelektualit Gjemil Daci organizoi homazh për të ndjerin. Homazhi i sotëm, sipas shokëve të tij, përputhet me njërin prej momenteve më historike në historinë e shqiptarëve, me demonstratat e vitit 1981, por edhe me zhvillimet e lëvizje tjera dramatike shqiptare ndër vite. Ti ishe një prej mohikanëve të fundit, një prej simboleve të fundit të dimrit të madh të vitit 68. Ju dhe ata para jush, si dhe ata pas jush, i dhat histori këtij populli flisnik dhe bujar që si ka borxh askuj. Ti Gjemil, je në panteonin e shqiptarisë. Të nderuar antar të familjes së Gjemil Daci, miq e bashkëpunëtor të tij dhe shok të idealit, përkatësisht ishte burgosur politik. U bën një vit nga vajtja e birit të shtret të këtij populli, Gjemil Daci, në botën e dritës së amshuar. Shokët e tij të idealit thanë se Gjemil Daci ka patur një kontribut të jashtëzakonshëm në themelimin e OJQ-s Nisma 68, përmes së cilës ishin ndërmarr aktivitete për të rikujtuar ngjarjet e krenarisë shqiptare ndër vite. Organizata jo qeveritare Nisma 68 u formu në 2018, edhe kryetar i parë edhe i fundit ishte Gjemil Daci. Ai organizoi, na mblodhi neve edhe formum këshillin e organizatës jo qeveritare. Me një fillum me aktivitete. Antarët e familjes së Gjemil Dacit, miqt, shokët, farefisi e sidomos shokët e idealit, të cilët morën pjesë në këtë ceremoni përkujtimore, u zotuan se historinë kur nuk do ta lëmë në harres.